është momenti tani për të patur edhe Mr. Silvinjon. Thank you very much. Great to go in Russia. I'm really sorry. I'm sorry. All my respect. Good man. Ku do të ndodhë Fernes apo? Mirëmbrëma. Si et? Shumë mirë. Mund të isha edhe më mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Mund të isha edhe më mirë. Jo, Lenida nga ana ime mund t'i rish shafër me përshëndetje njerë mirëmbrëma. Sot realisht besuam për një moment që mund t'ja dilni, mund t'ja arrinim, por erdhi një moment që nuk e di. Mund të themi statistikë shumë interesante që ne e përmendëm në epokën Tuchel, Anglia kishte pritshmërinë e golit Factor X 0-29 me ulta e gjithë sezonit për Tuchel. Dhe kjo falë Shqipërisë. Ma sì, io ho fatto complimenti anche a Tuchel, è un grandissimo allenatore. Ho parlato con lui, mi piace vedere le sue squadre giocare già di Paris Saint-Germain, Chelsea. Al di là di quello loro hanno calciatori fortissimi. La Premier League ha un pace, different pace, loro è un'altra cosa. E loro si preparano per semifinali, finali dei mondiali. Noi ci prepariamo per andare a un playoff che per noi è inedito e è strepitoso. Il nostro piccolo mondiale. Certamente. Noi ognuno stiamo crescendo, loro stanno crescendo, però certamente sono altezze diverse. Ma fieri di tutto il calciatore, 70 minuti, non si può dire a pari, ma molto organizzata. La nostra squadra, devo dire, è una squadra, e abbiamo qua un signore che può dire, è una squadra molto organizzata. Tuchel anche ha detto, segnare in Albania è una squadra molto organizzata e difficile. E infatti noi abbiamo preso 5 gol in qualificazioni, 4 di Inghilterra, poi mi dispiace, ma è quello lì. Complimenti a loro, complimenti a noi che abbiamo fatto molto bene. Komplimenta atyre dhe komplimenta dhe neve që kemi bërë shumë mirë. Jam krenar për gjithë lojtarët tanë, kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Kanë qenë 70 minuta pothuajse të barabarta nga të dyja skuadrat, edhe është një trajner shumë i mirë të cilin e njoh edhe prej shumë kohësh edhe nga koha e tij tek Paris Saint-Germain. Besoj se kanë qenë 70 minuta shumë të mira për ekipin ton, por që janë një skuadër e cila përgatitet në fakt për të shkuar në gjysmëfinale apo në finale të botrorit. Ne përgatitemi për të shkuar në play-off, që është një merit shumë e madhe dhe një arritje shumë e madhe skuadrës ton, por jemi në rritje akoma. Klaus Gjasula, ta bëj Gjasula i pari, kujdes pyetjet për misterin, atentje. Jo, është çike çuditshme që plasun tash, po urime. Më vërtet ishte një kualifikim shumë të mirë. Shqipëria jon, sidomos ti si trajner, na ke çu prap disa hap përpara. Me thonë të drejtën, edhe sidomos kjo neshja sonte na tregovi që ne kemi shumë mundësi, do të kemi shumë besim te vetja jon. Në play-off e dim që do jenë ndeshje shumë të rëndësishme, po ne kemi quna shumë të mirë, kemi besim të ju, nuk du më bu presion ose asnjë gjë tjetër, vetëm dëshëm e thonë bravo, vazhdoni këtë rrugtimin, edhe ne besojmë të ju. Ne kemi besim të ju. Përshëndetje, i Mir Brahma. No, ma lui voleva anche parlare inglese, no? Non capisce l'italiano, ma è stato tutto un piacere avere lui come un calciatore, una persona molto seria e un grandissimo calciatore. Lui sa che lavoriamo lì, una squadra deve andare organizzata, sembra di no, pensa che calcio entra in campo, non è quello, calcio entra più organizzato, sei in campo e più possibilità di vincere, di non prendere gol, è una squadra quando è organizzata. Riconosco che veramente abbiamo gente forte, che si lavora, abbiamo preso calciatori forti, la squadra sta bene, poi tutto per sognare, no? Sognare in un playoff. Ringrazio tantissimo, il bel ricordo benissimo di Croazia, secondo me la partita da vincere lì nell'Europeo, lui ha fatto parte di quella storia. Një lojtar shumë i mirë, shumë serioz, dhe ka qenë kënaqësi që kanë punuar me të, edhe rikujtoi ndeshjen ndaj Kroacisë, një ndeshje që fakt mund ta kishin fituar, edhe një merit po ashtu është edhe e Klausit pjesa e asaj ndeshje. Në fakt Shqipëria besoj që futbolli nuk është thjesht të futesh në fushë dhe të luash, por në fakt je i organizuar, edhe sa më organizuar të jesh, më shumë mundësi ke për të pasur një rezultat pozitiv, dhe besoj se kemi treguar që jemi një skuadër në rritje, kemi lojtarë të mirë edhe që mund të bëjmë shumë mirë në vazhdim. Po, sigurisht. Një pyetje do kisha? Po.
do ishe një mundësi për ty që po të lush kundër kundërshtar, si Anglia sonte që kanë mbrojtësat shumë të mëdhej, që të lush me një sulmues si Uzunin që është i vogël edhe është i vështirë me ta kap për ato, se nuk kanë një duel direkt, dy luftim në ajër ose... Bravo. Si nota che lui va a essere allenatore, sì, noi abbiamo fatto quella scelta perché Uzuni è un calciatore che tu conosci bene, lui ha una dinamica fisica strepitosa. Dopo, contro due torri lì, nessuno può vincere, abbiamo visto di tutto. Anche Vlahovic di Serbia, che ha fatto 2 gare contro di loro, Mitrovic, hanno sofferto tanto, questo sono torri, gente, sono molto forti. E abbiamo pensato di prendere spazio. Uzuni ha fatto una bellissima gara, non era al piedi, era lo spazio e anche ha dato una mano importante per la squadra nella parte difensiva. Era un po' quello il ragionamento, perché quelle 2 torri lì sono molto forti. Da fare la guerra lì, noi abbiamo pensato di fare un'altra cosa e secondo me Uzuni ha fatto una bella gara. Besoj se Uzuni ka bërë një ndeshje shumë të mirë, duket fakt që Gjasula mund të jetë një trajner i ardhshëm sepse e ka parë mirë këtë element, por në fakt duke marrë parasysh që janë 2 mbrojtëse shumë të gjatë, të cilët në fakt i kanë shkaktuar probleme edhe sulmuesve të Serbisë, për shembull Vlahovic, të cilët po ashtu janë me një fizik të gjatë, thjesht janë lojtarë shumë të fuqishëm, shumë të fortë, të cilët është pak e vështirë ti mundësh. Por duke marrë parasysh që Uzuni është lojtar i cili ka teknikë, ka shpejtësi edhe krijon hapësirë, e menduam si një zgjedhje shumë të mirë në këtë rast për të krijuar këto element, duke qenë se gjithsesi nga aspekti i gjatësisë nuk mund të bënim shumë. Peço. Edhe për mua komplimente mister për organizimin e ekipit dhe vendosjen në fushë, nuk diskutohet fare, ishte shumë vendosje shumë mirë. Një pyetje kisha nga ana taktike, ju shkaktoi probleme vendosja e Stonit mes fushë me një formacion 3-4-3 dhe sa e kishit përgatitur një gjë të tillë? 3-4? Quando Stone è passato al centrocampo? Ma guarda, bella domanda anche Bono. Loro all'inizio una linea di 4, ma certamente ha fatto linea di 3, Stone va in avanti, ha fatto tanto con Guardiola al Manchester City. La stessa cosa. Certamente, poi sì, anche Uzuni ha dato una mano incredibile con Lacci, la prima linea ha lavorato benissimo, Hoxha, Uzuni, Lacci, i Nedim Bayram hanno lavorato benissimo, dopo indietro da loro era Ramadani con Aslani. Poi lì io penso che il sostegno della squadra è stato lì, dopo tutti hanno fatto una bellissima gara, ma io chiamo quello di un cinturone, quella prima linea ha fatto un lavoro strepitoso, ha protetto tantissimo la squadra, e Tuchel dopo il suo allenatore ha fatto qualche cambiamento per provare gli spazi, come l'ho detto una volta, lasci stare la parte tattica, è comodo, e lei poi è dove è gli spazio, e lui ha trovato un spazio lì con Stone e noi praticamente abbiamo sofferto anche un po'. Në fakt, linja e parë jona ka bërë një ndeshje shumë të mirë sot me Hoxhën, me Uzunin, me Bajramin, me Laçin dhe më pas më të kthyer mbrapa që ishin Ramadani dhe Aslani, por siç e kam thënë më përpara, Tuchel është një trajner i cili mundohet të krijojë hapësira dhe në këtë rast me ripozicionimin e Stones në mesfush arriti të gjejë hapësira të tilla dhe e vërtet e kishim menduar më përpara këtë gjë, por që ishte diçka që na solli pak sa vështirësi. Mister, faleminderit shumë, thjesht komplimenta për këtë sezon. Vit i ri, sezon i ri me energji të reja. Faleminderit. Thjesht për batut, sa minuta mund të luaj sot Gjasula në këtë kombëtare? 0, 1, 2. Sì, fa il gol in Croazia, 5. Grazie. Faleminderit Lenida, faleminderit edhe ishte gjithçka edhe për këtë edicion të mrekullueshëm kombëtare Ston. Klan Kuqezi do të mbyllet në këtë mbrëmje me Klaus Gjasulën. Faleminderit për këtë deputim tëndin. Klaus, shpresoj të kemi edhe herë të tjera për kapiten Altin Lalën.